Gëzuar ditëlindjen Pepa. Përktheu Darla Çepele. Pepës po ja afronte ditëlindja, ndaj po fliste në telefon me delen Suzi. Do të organizoj një fest. Babi do të bëj numra magjie, i tha Pepa asaj e lumtur sa më ska. Uroj të mos e kesh problem, babush Dërkuci, i përshpëriti atij mami Dërkucia. I thash fjalën Pepës. Ho ho, as pak, ja ktheu baba Dërkuci. Jam i bindur që misteriozi i mrekullueshëm do të bëjë një hyrje të veçantë. Edhe Gjorgji ishte shumë i lumtur. Ai i pëlqen shumë festat dhe numrat e magjisë. Pepa donte të fillonte menjëherë përgatitjen për festën. Ajo pyeti mami Dërkucia nëse mund të ftonte të gjithë shokët e saj. Po, tha mami Dërkucia, edhe Gjorgji mund të ftoj shokët e tij. Por shokët e Gjorgjit janë të vegjël, ja ktheu Pepa. Mami Dërkucia i tha Pepës se ajo mund të mësonte atyre lojrat e festës. Po, unë jam shumë e zonja për këto gjëra, ra dakord Pepa. Nuk kaloi shumë dhe ditëlindja e Pepës erdhi. Dita sapo kishte zbardhur, por Pepa ishte zgjuar që herët. Zgjohuni, është ditëlindja ime, thiri ajo duke u hedhur në krevatin e mamit dhe të babit. Sa është ora? Pyeti mami Dërkucia. Babi Dërkuci pa orën. Ishte 5 e mëngjesit. Në orën 7, të gjithë ishin veshur dhe ishin gati për të ngrënë mëngjes. Mirë, le të filloj ditëlindja, tha mami Dërkucia. Gjorgji i dha Pepës dhuratën e tij. Gëzuar ditëlindjen Pepa, e uruan mami dhe babi Dërkuci një zëri. Gërhit, bëri Gjorgji. Pepa hoqi emocionuar mbështjellsen e dhuratës. Brenda kishte një fustan roz me pika të bardha. Faleminderit të gjithëve, thiri ajo. Tak, tak, ja ku erdhën shokët e shoqit e Pepës. Gëzuar ditëlindjen Pepa, thirrën Macja Kendi, Delia Suzi, Qenushi Teni, Lepurushja Rebeka, Zebra Zoi, Elefantja Emily dhe Poni Petro. Ndërkohë, kishin ardhur edhe shokët e vegjël të Gjorgjit. E jani të festojmë, të gëzojmë të gjithë bashkë, than Lepurushi Richard, Elefanti Edmond dhe Zebra Zuzu dhe Zaza. Pepa u shpjegoi Gjorgjit dhe shokëve të tij lojën statujat e muzikës. Kur ka muzikë, duhet të kërceni, por kur ajo ndalon, duhet të ndaloni edhe ju, të rini si statuja. Qenushi Deni shtypi butonin luaj në magnetofon, por askush nuk lëvizi. Duhet të kërceni kur fillon muzika, u tha Pepa. Të vegjëlit filluan të kërcenin në ritmin e muzikës. Trak! Deni e ndaloi muzikën. Gjorgji, Richard, Edmondi, Zuzuja dhe Zaza ndaluan në vend. Gjorgj, ti po lëviz, tha Pepa, u dogje. Ua, thiri Gjorgji me sa zë kishte. Një nga një të gjithë shokët e Gjorgjit u dogjen përveç Zazës. Wow, fituesja është Zaza, tha Elefantja Emily. Ja edhe medalja jote. Shtoi dhe i vari në qafë një medalje me fjongo të kuqe. Është medalje vërtet ari, tha Macja Kendi. Wow, thirrën të dëshpëruar Gjorgji, Richardi, Edmondi dhe Zuzuja. Edhe ata donin medalje. Babi Dërkuci nisi menjëherë shfaqjen me numra magjie që ata të harronin mërzin. Pepa, përshpëriti ai, mos harro të më prezantosh si misteriozi i mrekullueshëm. Zonja dhe zotërinj, para jush babi magjistar, thiri Pepa. Ura! Duartrokitën fëmijët e lumtur. Babi magjistar hoqi kapelen dhe u përkul duke e tundur atë gati për numrin e parë magjik. Ura, ura, ura! Tada! Nga kapela magjike e babi Dërkucit doli Tedi. Fëmijët duartrokitën sërish. Për numrin e radhës më duhet pak ndihmë, tha ai. Të gjithë ngritën duart. Babi Dërkuci zgjodhi Suzin. Në rregull, Suzi. Këtu janë 3 topa me ngjyra, tha ai, duke u kthyer mbrapa dhe duke mbyllur syt. Tani zgjidh një top, por pa e ditur unë. Suzi zgjodhi topin e kuq. Abrakadabra, tha babi magjistar. Ti zgjodhe të verdhin, tha babi magjistar. Jo, ja ktheu Suzi.
Babi magjistar provoi ta gjente sërish. Zgjodhe topin blu. Jo, tha përsëri Suzi. Babi magjistar kishte edhe një mundësi. Zgjodhe topin e kuq. Po, tha Suzi. Ura, duar trokitën dhe brohoritën fëmijët të gëzuar. Pepa nuk e dinte nëse babi magjistar mund të kishte 3 mundësi, po prap duar trokiti. Pastaj babi Dërkuci fiku dritat. Mbyllini sytë dhe mos shikoni Tinës. Tani thoni fjalën magjike. Abrakadabra, thirrën fëmijët. Abrakadabra. Hapini sytë, tha babi magjistar dhe ndezi sërish dritat. Fëmijët hapën sytë. Oh, thirrën ata. Para tyre u shfaq mami Dërkucja, e cila mbante në duar një tort me banane shumë të shijshme me 4 qiri në të. Torta ime me banane, thiri Pepa. Fry qirin, Pepa, tha mami Dërkucja. Mos haro të shpresh një dëshirë, tha babi Dërkuci. Pepa mbylli sytë fort dhe shpreu një dëshirë. Pastaj fryu të gjithë qirin në të njëjtën kohë. Ura, thirrën shokët e Pepës. Gëzuar ditëlindjen, Pepa. Delia Suzi e pyeti Pepën se çfarë dëshire shpreu, por ajo nuk u përgjigj, sepse kishte frikë se mos nuk i realizohej. Kam edhe një numër që do t'ju gëzoj shumë, tha babi magjistari. Abrakadabra. Ai nxori një dhuratë nga kapela dhe ja zgjati Pepës. Pepa hapi dhuratën dhe para syve ju shfaqi një palë çizme të verdha shumë të bukura. Mirë, tani vishni të gjithë çizmet, tha mami Dërkucja. Të gjithë fëmijët vrapuan për në korridor që të vishnin. Mami, çfarë po ndodh? Pyeti Pepa. Pse duhet i veshim çizmet? Pepa, Gjorgji dhe shokët e tyre ndoqën mami Dërkucen për në kopsht. Pepa ishte shumë e lumtur. Babi Dërkuci dhe Gjorgji morën 2 kova me ujë dhe i zbrazën mbi bar. Surpriz, thirrën të gjithë një zëri. Gëzuar ditëlindjen, Pepa. Pellgje, ura, thiri Pepa dhe nisi të kërcente në ujë. Dëshira që shpreha u plotësua, e janë të gjithë. Mami Dërkucja, babi Dërkuci, Gjorgji, Pepa, shokët e Gjorgjit dhe shokët e Pepës u hodhën të gjithë në ujë. Të gjithë ata i pëlqejnë pellgjet. Kjo është ditëlindja më e bukur që kam kaluar ndonjëherë, tha Pepa. Plaq pluq, plaq pluq, plaq pluq, plaq pluq. Mirupafshim.